Do të ndryshojmë ndërkohë temën e diskutimit, do të flasim për kombëtaren shqiptare, cila regjistroi një barazim me Serbinë dhe ka një tjetër përballje në Riga të Letonisë kësaj radhe në transfer. Atje ndodhet dhe kolegu gazetar Elvis Rexha. Elvis, shumë faleminderit që jemi ne, kënaqësi të bisedojmë. Përshëndetje Gjoj, thuaj që është një ditë ndryshe në Tiranë, unë e di që është shumë vatë, por këtu fryn, bie shi dhe shpresoj që ndoshta të ndikoj për mirë tek lojtarët, siç e themi në gjuhë popullore, të jetë bereqet për ekipin ton, duke qenë se vim edhe nga një ndeshje për mendimin tim e luajtur mirë ndaj Serbisë, por me pritshmëri që u rritën shumë gjatë minutave të atij takimi. Duhet të thënë që skuadra është në gjendje optimale, po kaloj direkt tek një analizë e ekipit, është në gjendje optimale, si zihet kemi vetëm mungesën e Berat Gjimshitit, kapiteni i cili është kartona verdh, nuk do të jetë pjesë e skuadrës. Megjithatë kam përshtypjen që nuk është një mungesë e cila do të na bëjë me dhimbje koke, duke qenë se aty kemi bollok lojtarësh, pra Ismaili dhe Kumbulla janë alternativa shumë cilësore, por mbi të gjitha nuk kemi edhe një kundërshtar i cili presim që të na kundërvihet. Për të treguar edhe pak për kundërshtarin, është një shtet i cili futbollin nuk e ka si sportin kryesor, pra ndryshe nga ne, pasi është basketbolli, është okej, madje një pjesë e mirë e njerëzve me të cilën ne kemi kontaktuar, qoftë në hotel apo në ambientet që kemi qenë, nuk është se kanë pasur informacion kombëtarja. Po, në nisur nga gjitha këto është një lloj avantazhi për ne dhe shpresojmë që t'ia dalim. Ajo që ne duhet bëjmë është që të marrim piket e plota ndaj këtyre dy rivalëve, cilët në letër konsiderohen më të lehtë. Elvis, si është pritur në kampin Kuqezi, barazimi u duk sikur mund bënim më shumë, një penalti e humbur nga Manaj, sa ka ndikuar te ky fundit dhe se i takon Manajt. Është folur gjithashtu për shqetësime muskulare, janë shqetësuese apo do të jetë i gatshëm në 100% e tij? Mana është i gatshëm, kam përshtypjen ndoshta këto janë disa ngacmime që vinë edhe janë trauma të stresit, pikërisht për atë 11 metrësh të humbur. Sigurisht që është një ndeshje ku vëmendja ishte shumë e madhe dhe kërkoi fitoria, duke qenë që dhe ju afrua më shumë. Dhe e ka ndjerë lojtari, pavarësisht se ne dhe në përfundim të takimit, në intervistat e emisionit Kuqezi në Supersport, në digital, kemi marrë përnoncime nga pothuajse pjesa më e madhe e lojtarëve, vetëm Manaj nuk ka dalë, nuk ka qenë në gjendje që të flasë për mediat, madje edhe ditën e sotme e kemi kërkuar që të dalë, por e ka shumë vështirë. Kjo tregon që nuk është një situatë e thjeshtë për të, është një situatë e cila do mundohet që ta kaloj stafi, por dhe edhe vetë lojtari disi në heshtje dhe me qetësi. Kam përshtypjen që do ta kemi sërish në gjendjen optimale, dhe pse jo ndoshta të gabim që bëri këtu të na shlyej në Serbi në ndeshjen e kthimit. Elvis, ndeshja në Tiranë shënoi një ndryshim taktik tek Silvinho, për herë të parë kishim në fragmentet lojës edhe 4 lojtarë që presonin lart, kishim gjithashtu një, po themi, sulm edhe më ofensiv, pra në vend të mesfushorëve vendosëm dhe sulmues në krah. Do të jetë filozofie ngjashme edhe në Letoni dhe ka ndryshuar diçka tek Silvinho, që kemi parë shpeshherë goxha konservator, më shpesh si një trajner italian sesa brazilian. Atëre, sinjalet Silvinho për një skemë të tillë i dha që në ndeshjen me Andorrën. Pra, aty skuadra u pas funksiononte, sidomos dyshja Broja Manaj, të cilët prodhuan dhe golat në atë takim, dhe sigurisht duke marrë dhe një lloj spunto, një shtyrje nga ajo ndeshje, nga ajo paraqitje, trajneri i besoi sërish të njëjtës treshe, duhet thënë. Ndoshta betet pak skeptik, pasi të gjithë ne presim që të shohim Muçin, pra siç ka fituar lojtarët në radhë, presim që ta fitojmë dhe Muçin, por vijon të jetë disi skeptik për këtë futbollist, trajneri Silvinho. Shpresoj shumë, personalisht e pëlqej shumë si lojtar dhe shpresoj shumë që nesër ta shoh fushën e lojës, pasi
është një nga ato ndeshje ku sigurisht do të duhet dhe cilësia dhe klasi i Muçit për ta nxjerrë skuadrën nga situata qoftë me ato goditjet nga distanca, duke patur parasysh që do të kemi një kundërshtar i cili të riqet, mbrohet prapa dhe në situata të tilla duhet të provojmë me të gjitha mënyrat. Elvis, a ka patur tifoz shqiptar në Riga, të paktën aq sa ke mundur të vëzhgosh, a do të ketë në informacionin që ti ke? Në atë që në informacionin që kam unë janë rreth 50 tifozë të cilët kanë ardhur të organizuar. Pra ky është numri i tifozëve që janë të organizuar, kanë ardhur enkas nga Tirana në Riga. Ndërkohë që kam takuar edhe në hotel, kam takuar tifozë që kanë ardhur nga Prishtina në Riga, pra nga të gjitha vendet. Kemi dhe tifozë shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Riga në Letoni, që edhe ata do të jenë pjesë e korit kuqezi, mund të themi, në mbështetje të skuadrës tonë. Kam dhe i pyetje të fundit, se i takon edhe formacionit, janë testuar skema loje dhe çfarë ka bërë përshtypje? Shiko, dje ka qenë seanca e vetme e plot, pasi mund të themi e plot në kuptimin që i kanë darë lojtarët, ata që janë aktivizuar me Serbinë dhe ata që nuk janë aktivizuar. Dhe në këtë prizëm ka patur fakt për të treguar Silvinjo. Kam përshtypjen që edhe sot nuk është se do të bëj pasi seanca shërbitore të tillë shumë mirë, ato që bën një ditë para në stadium janë më tepër për të njohur terrenin sesa për të vendosur taktikën. Unë kam përshtypjen që Silvinjo në mendjen e tij e ka, por ndoshta pas konferencës për shtyp mund të kuptojmë diçka më shumë edhe ne në momentin që do t'i kërkojmë trajnerit, pra do të bëjmë ato ngatimet tona për të marrë një informacion më tepër. Dhe e fundit fare, Elvis, kërkoj ndjes e di që duhet nxitosh. Hysa i bëri një super performancë me Serbinë, u vendos për çështje eksperience, por tregoi që kishte ende një shkëlqim të mbetur nga karriera e tij futbollistike. Mund të jetë një zgjedhje edhe për Letoninë? Pa diskutim që kam përshtypjen mbrojtja do të jetë ajo, pra me përjashtim të Gjimshitit që mungon për arsye kartonesh, ndoshta më dyshja në mendjen e Silvinjos është se këtë duhet aktivizoj Ismailin apo Kumbullën, pasi që të dy janë lojtarë shumë mirë, kanë bërë një sezon fantastik, Ismailin ndoshta indikuar dhe nga dëmtimi me skuadrën e Empolit, ndërkohë Kumbullën e kemi parë në Supersport javë pas jave, ka qenë dhe një golacionues për skuadrën e Spanjolit, duke siguruar dhe qëndrimin mes më të mirëve. Ndërkohë që në mesfush unë shpresoj shumë tu se thash se çoh Muçin, kam dëshirë të madhe ta shoh fush, por nuk e di se sa i bindur do të jetë Silvinjo. Ndoshta në sulm në vend të Manajt mund të kemi Zakun, gjitha këto janë amëndësime, por vetëm për të parë ndoshta pas seancës servitore të kuptojmë se çfarë formacioni do të kemi nesër. E Elvis, shumë faleminderit, kënaqësi, diskutoni dhe shumë fat dhe suksese kombëtarës nesër. Presojmë një fitore nesër. E vërtet do të jetë një ndeshje goxha interesante, jo për shkak të kundërshtarit, që siç e thamë edhe me kolegun Elvis Rexha, që nuk e ka futbollin shumë primar, por ne do të na bënte shumë punë, një fitore për të konsoliduar pozitën e dytë në grup, një pozitë edhe pak e përkohshëm për shkak se Serbia ka më pak ndeshje, por sigurisht që duhet bëjmë detyrën me dy kundërshtarë, që është Andorra dhe Letonia, për të mos humbur pikë të paktën në ndeshjet ku konsiderohemi si favorit për të fituar. Shumë polemika, shumë diskutime pas takimit me Serbinë për elementë që kishin bënin jo vetëm me zhvillime brenda fushës, por edhe jashtë saj. Megjithatë, ajo që ka rëndësi në këtë çast është që të ketë një fokus maksimal për të mos nënvlerësuar kundërshtarin, pavarësisht një lloj e përzihet të paktën në letër nga ekipi ynë. Do të jetë një ndeshje me shumë rëndësi, siç e thash, në konceptin e pikavarazhit dhe të golavarazhit që mund të arrihet, por duhet bërë gjithashtu shumë kujdes për të mos lënë, po themi, pikë që do të kishin rëndësi jetike teksa kompeticioni avancon edhe më tej.